paraja të prish, klubet e natës të prishin, vajzat e klubeve të natës të prishin, po ky është një program që nuk ju prish. Doja thoja që dhe librat nuk ju prishin, po nuk është e vërtet. Sepse libri edhe pse duhet kështu si i qetë dhe sikur s'kthe dorë, pra vetëm fakti që po e kapë në dorë ti fillon kështu e përgdhele, kështu do që këtu fillon prishja pak, sepse kur e hap dhe lexo Brendin mund të gjesh gjëra që të ndryshojnë edhe jetën. Siç thuhet. Kam në dorë një botim luksoz, do thoja unë, për kushtet e Shqipërisë, të një botim të Bibliotekës Kombëtare Shqiptare në bashkëpunim me Fondacionin Al-Sargjë, është fondacioni arsimor kulturor humanitar. Dhe bëhet fjalë për një botim anastatik të revistës së famshme Dituria, pra të gjitha vëllimeve të saj, të përmbledhura në dy vëllime. Një nga botimet më të mira shqiptare të fillimit të shekullit të kaluar. Dhe duke e shfletuar ti kupton çfarë njeriu i jashtëzakonshëm ishte Mithat Frashëri, alias Luma Skënderja që ka bërë. Dhe ç'dashuri kishin këta njerëz për Shqipërinë. No, është e habitshme. Unë mendoj që ishin njerëz që kishin mundësi të jetonin edhe në mes Parisit, pa vrarë shëmendjen. Po gjithë puna dhe gjithë përqendrimi i energjive tyre ishte për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Duhet thënë që tek kjo pjesë që dua t'ju lexoj, që është një numër i kësaj të përkohshmeje letrare dhe diturake thot këtu, është e vitit 1909. Gërmat që janë përdorur nuk janë akoma ato të vendosura nga Kongresi i Manastirit. Si më thënë, është një mix alfabetesh, ke gërma edhe slave brenda, edhe latine, edhe greke. Kështu që kam pak vështirë të lexoj, po unë do përpiqem të lexoj një nga artikujt e botuar nga Luma Skëndo në këtë numër, pra, të 1 shkurtit 1909. Të vëmë re kur shkruajmë, pra, të vëmë re kur shkruajmë, do vetëm kur lexoj këtë gjuhën kështu të vjetër, më kap një rënqethje. Imagjino këtë gjë e shkruante para 111 vjetësh njëri. Një zotni burr, një nga këta punëtorët e rilindjes. Dhe ky thot, 200 e fillon, po ju lexoj vetëm fillimin e këtij shkrimi. 270 e kaq vjet më parë, Frëngu i bardh, pra Frank Bardhi, thosh se gjuha jon po prishet. Dhe po do çetohet. Kjo do çetohet nuk e di çfarë, por nuk do të jetë llafi keq, pra nuk do të jetë në llaf turpi, po një gjë e keqe që po i ndodh gjuhës. Këtë zë mund ta nxjerrim dhe ne sot. Rregullat e shkronjtores dhe të sintaksit shqip janë shumë më të holla dhe më të thella nga ç'i pandehim ne. Këto rregulla, me ca vise të Shqipërisë, populli i ka ruajtur të thjeshta, po për shumë vende të tjera, këtë gjë mund ta themi. Dhe ladhimet që bëhen, ladhimet janë gabimet. Ui, se more vesh? Pra kur të them ladhimet, ti do kuptosh gabimet. Dhe ladhimet që bëhen nga ne, herë janë shumë të mëdhenj. Që bëhen nga një herë janë shumë të mëdhenj. Etj. Pra, për fat keq tani shohim se dhe në ata vende ku gjuhën e kanë të bukur dhe të pastre, dalën njerëz që bëjnë ladhime. Pra bëjnë ladhime ata. Dhe kjo duket më tepër kur shkrojnë. Ladhimi në të folur s'është aq i rrezikshëm sa në të shkruar. Këta ladhime, duke vendosur në shkrime, api një shembull të ligë atyreve që si kanë. Edhe këtu shohim një gjë të vështirë. Shkrimi në vend që të na pastrojë dhe të na thjeshtërojë gjuhën, po na nxjerr në shesh dhe na shton ladhimet. Pastaj thot pak më poshtë lexoj, bare këtij faji u vjen atyreve që shkruajnë pa marr pak mundimin që të gjykojnë rregullat dhe bukurinë e gjuhës. Më të shumët e shkronjësit kujtojnë se s'kan asnjë nevojë të mejtojnë hollësitë e gjuhës së tyre dhe pandehin se një gjuhë mund të shkruhet fare ashtu siç flitet në qytet a në fshat të tyre. Ladhim i madh. Dhe ky sjell ca ladhime më poshtë që hasen më tepër në shkrimet atyre që nuk lodhen të vënë re. Për shembull, njeriu të mirë. Na këtu një ladhim që shohim ditë për ditë thot. I mirë është mbiemër i nyshëm, domethënë ka copëzën i përpara. Themi njeri i mirë. Pra ajo copës në rrënjët e tjera bëhet të, dhe duhet të themi njeriu të mirë,
si dhe në shumës, njerëz të mirë. Pra kjo është një nga rregulla dhe po ta vëshrej akoma sot e kësaj dite ka njerëz që thonë njeri mirë pa vënë atë in aty. Kemi pastaj thot tjetra këtu gabim tjetër që ky e vënë Luma Skënda vënë re në atë kohë, vëllai ton. Ky ladhim përdoret më tepër në Korçë, që vazhdon dhe sot e kësaj dite. Ashtu thonë dhe vëllait tonë, vëllan tonë, duke mos ndëruar fare për emrin ton. Ton është për emër tregonjës shumës për të Zotë, prej të Zotë. Në quanjëtore do thënë vëllai ynë dhe në rrënje të tjera do thënë vëllait të ënë, vëllan tënë, etj. Pastaj kemi vëllai tim, do të vete, gabimi 4 që kap ky në ata që shkruajnë shqipen mbrapsht në 1909. Do të vete, kjo copës do shkruar me dy fjalë, do të vete, pra do të, dhe fjala bën do të vete. Se kështu bëhet pritmi i foljeve në toskërisht. Në dialektin grisht, pritmi bëhet me ndihmën të foljes kam me vajt. U dhash, t'ju lexoj një tjetër këtu se marr vesh se çfarë thotë. Një gabim që është unë has rëndom sot, është vërtet një gabim që neve kemi 110 vjet që vazhdojmë bëjmë. Këto male, këta male. Shpesh thot, shumësin e fjalëve të mashkull e bëjnë femër. Këto është për femër, këta për mashkull. Pra, fjala mal, me qenë se është mashkull, themi ky mal, na duket ladhim, të themi këto male, në vend që themi këta male. Për shembull, po ta vësh Wiz edhe në gjuhën e përditshme, për shembull, janë 4 çuna bashk dhe u presin ja 5 çuna të tjerë thonë. Mo do vinë këto. Në fakt tash përveç faktit kur nëse shokut kanë vërtet tendenca për të qenë pak femëror në stil, duhet thënë do vinë këta, sepse bëhet fjalë për meshkuj. Dhe shqiptarët vazhdojnë të bëjnë sot e kësaj dite e rëndshëm këtë gabim, që ky zotria e ka vënë në dukje që në 1909. Kemi kohë apo ta ndërprestu? Unë them që ta ndërprestu, po juve mund ta gjeni këtë botimin, është një botim i 2018-s, mua ma kanë bërë dhurat, kështu që nuk e di sa kushton dhe nuk e di nëse gjendet. Por nuk është keq, le që mund ta lexojmë radio një herë. S'ke nevojë fare ta blini, do lexojmë një çik nga Luma Skëndaja dhe në vitin që vjen në radio, thjesht për të parë se ç'mejtonte ky njeri i zgjuar i shqipes. Sot nuk është e hënë.